Përshëndetje miq, ju përshëndes përsëri unë Mimoza Elezi dhe sot vazhdojmë me kapitullin e 5 të kanunit të labërisë të përmbledhur nga historiani shokollor Ismet Elezi, të cilët i uroj jetë të gjatë dhe patjetër që këtë libër mua ma ka dhëruar shumë i nderuar miku im Mark Palnikaj. Pra sot do të shikojmë kapitullin e 5. Në kapitullin e 5 do të shikojmë për mikpritjen, mikun, pra se si është trashëguar në kanunin e labërisë mikpritja shqiptare dhe sidomos ky është kanuni i labërisë në zonat e labërisë apo në zonat ku i përfshin ajo muzëqeja e madhe. Atëherë le të shikojmë kanunin e labërisë në kapitullin e 5 që do të fillojnë me mikun dhe mikpritjen dhe do të shikojmë duke filluar që nga neni 41 sepse në 4 kapituj e para ne pam 4 kapituj dhe pam 40 nene. Tani jemi në nenin 41. Siç e kam theksuar, ky libër përbëhet nga 883 nene. Na jemi në kapitullin e 5 dhe jemi tek neni 41. Tek kuptimi. Mikpritja është virtyti i lartë dhe parimi i shenjtë kanunor. Neni 42. Miku është njeriu me vlera të shumta morale, shoqërore, juridike që gëzon nderim me mbrojtje të veçantë. Quhet mik ai që vjen në shtëpi për shkak të njohjes së mëparshme, të lidhjeve për shkak të punës, ai me të cilin ke ngrënë bukë e kryp. Mik quhet edhe ai që vjen në dasëm apo në mort, në gosti ose udhëtari i panjohur që kërkon ta strehosh e ta ushqesh apo në dorën tënde. Po pive kafe, po këmbeve cigare, po hëngrin e kafshat bukë në shtëpi, po bëre krushi apo në dorozani, quhej mik e trajtohej si mik. Miku nuk ndahet nga vëllai. Vatër e shtëpi, mik e mirësi. Ai që ka miq më shumë vlerësohet më tepër në bashkësi. Neni 43. Personi që vjen te porta e theret a pranon miq o i zoti i shtëpisë, i hapet porta dhe pritet me nderim të madh dhe bujari, me bukë e krip e zemër në dorën e miqve. Ktu ka një shënim. Në popull thuhet mik për kokë, më mirë një mik se një çiflik. Miku të shaju, hasmit mburrjo. Miku që të bën dëm është më shumë armik se armiku. Në shoqërinë e hershme, kur nuk kishte kushte e mjete reale për të mbrojtur dhe për të strehuar sepse mungonin hotelet, e u krijua dhe u zhvillua mikpritja personale si vlerë morale dhe parim juridik kanunor që siguronte personin dhe strihimin e njerëzve në nevojë. Jemi tek neni 43.2. Mikpritësi shikoj vetullat dhe jo petullat. Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Miku është lezeti dhe risku i shtëpisë. Te kjo miku është lezeti edhe risku i shtëpisë, më vjen në mend momentalisht një thënie babait tim që thoshte gjithmonë kushdo që do të kërkasi në derë, qoftë vakmëngjesi, dreka apo darkë, paradite apo masdite, mos ta nxjerr njeriu kur pa bukë sepse mund të jetë uritur dhe miku vjen me kësmetin e tij. Nëse miku vjen me kësmetin e tij dhe ai nuk e han kësmetin tek shtëpia jote, patjetër që ty të hiqen bereqeti, pra të hiqen risku i shtëpisë. Kështu që kushdo që do të kërkas në shtëpi, patjetër që ti sugjerosh kafen, ujin, bukën, gjithçka të kesh. Pra çfarë të kesh, sepse aty mund të ketë kësmetin dhe nëse miku nuk han kësmetin e tij, deri kur të vijë ajo kohë që miku të hajë kësmetin e tij, patjetër që ty të hiqen kësmeti. Dhe për këtë ka edhe histori që më tregonte i matë. Miku porsa hyn brenda në shtëpi i dorëzon dyfekun të Zotit të shtëpisë. Të dorëzosh dyfekun do të thotë që ti je në besën e tij. Dyfeku i mikut varet në korrat apo në gosh, në grykë, poshtë, në fund të odës, dhe ai është në mbrojtje të Zotit të shtëpisë. Armën e brezit miku e mban me vete dhe kur flet në një astër. Askush nuk mund ta shajë, ta plagosë apo ta vrasë mikun në shtëpinë e tjetrit. Mikut i thuhet mirë se erdhe dhe vihet te shoshja e vatrës. Në të djathtë përshëndetet me të gjithë njerëzit e shtëpisë, i jepet kutia me duhan, kafeja dhe pastaj bukë me gjellët më të mira që ka gatuar e zonja e shtëpisë. Në shtëpinë e një të krishteri, në qoshet të shtëpisë riprifti, kurse në shtëpinë e një muslimani në krye rihoxha. Kur vjen mik i huaj, qëndron në qoshet të shtëpisë, nderohet veçanërisht. Pas përshëndetjeve të njerëzve të shtëpisë me mikun, i zoti i shtëpisë kujdeset për zjarrin në vatër kur është dimër. Shkelja e zakonit të mikpritjes turpëron jo vetëm të zotin e shtëpisë, por krejt vëllazërinë e farefisin. Neni 44. Pritja e mikut nga zonja e shtëpisë. Kur në shtëpi nuk ndodhet i zoti i shtëpisë e nuk ka burr tjetër, mikun e pret me nderime e zonja e shtëpisë dhe nuk e lë që të ikë. Ajo në këtë rast thret burrin më të afërt të fisit, vëllanë, xhaxhanë, dajën, nipin, kuçëririn, a këtë tjetër të bëj muhabet me mikun. Në këtë rast ky luan rolin e të zotit të shtëpisë dhe kryen të gjitha detyrat e zakonet e mikpritjes, qoftë edhe duke therrur ndonjë berr nga të tijat që duke e marr hua e duke e blerë nga të tjerat. Neni 45. Pritja e mikut të huaj dhe të largët. Miku i huaj dhe i largët, sipas rastit, pritet me mish të pjekur, duke therrur posaçërisht një berr që piqet. Sa më i largët të jetë miku, aq më i madh bëhet nderimi. Mishi i pjekur ndahet në nishane: bishti, shafa e bishtit, dy veshkat, dy shpatulla të ndara, dy kofshët, koka me pjesë e tjera. Nishani jepet sipas mikut. Mikut të qoshesë, nishani i parë, bishti i pjekur e kështu me radhë. Miku lë diçka gjellë apo mish në fund të enës që të paraqitet i ngopur se kjo shtëpi është plot dhe kur mbaron thot: plot i paçi. I zoti i shtëpisë nuk lë bukën pa e lënë miku. Ky duhet të haj 40 kafshata pas mikut. Pas buke i nxirret kafe me pak sheqer. Neni 46. Fjetja e mikut. I zoti i shtëpisë flenin
një dhomë me mikun e nuk mund ta lërë vetë. Gjithçka bëhet për të kënaqur mikun. Neni 47. Pritja e mikut në stan. Miku pritet me nderime të mëdha dhe në stan, pra në om, si në shtëpi nga çobanët të cilët si rregull therrin një mish për nder të tij ose e gostit sipas stinës me qumësht, dhallë, kos, djath e një omë. Neni 48. Sjellja e mikut. Miku sillet si mik, kurse i zoti i shtëpisë është zot shtëpisë. O mik, mba vendin, i thuhet atij që përzihet në punët të brendshme të shtëpisë. Miku ha bukën e nuk përmbys skupën, po sillet me kujdes e respekt ashtu sikurse i zoti i shtëpisë ndaj tij. Mikpritësi përgjigjet për çdo fyerje apo dëm që i shkakton miku, bashkësisë apo tjetrit. Neni 49. Përcjellja e mikut. Miku është i paprekshëm derisa ndodhet si mik në shtëpinë e tjetrit. Për mikun hedh dy fek, si për vëllana. Miku kur ikën përcjellet deri në atë vend ku ai kërkon. Kur është në hasmëri, përcjellet deri tek shtëpia që kërkon ose në një vend të caktuar. Mikun mund ta përcjellë i zoti i shtëpisë ose çdo burr tjetër pjesëtar i shtëpisë ose nga një grua e martuar apo dhe fëmijët e kësaj shtëpie ku ka qenë mik. Tu ka dhe një shënim. Në stanet të Kurveleshit të Tepelenës gjenin mikpritje të madhe çetat e luftëtarëve të lirisë të Çerçistopullit, Mihal Gramenos, Tafil Buzit, Mehmet Hysenit, Sali Vranishtit e tjerë. Stanet shërbenin si baza e qëndrimit e të vetëmbrojtjes së luftëtarëve të lirisë. Neni 50. Raste të veçanta. Në qoftë se vinë në shtëpi miq që janë në hasmëri me njëri tjetrën, i zoti i shtëpisë i pret me mirë dhe kujdeset që gjatë qëndrimit në shtëpinë e tij të mos grinden e zihen apo të vriten. U kërkon besë, fjalën e nderit dhe bëhet ndërmjetës. Kur largohen nga shtëpia e tij apo nga fshati, i përcjell deri në vendbanimin e tyre ose deri në një vend të caktuar. Këta janë në mbrojtjen e tij. Në rast se miku natën e bëri një të keq në fshat, për këtë veprim përgjigjet i zoti i shtëpisë ku ishte mik. Në rast se i shmanget detyrimit, përbuzet nga fshati dhe farefisi i tij. Vrasja e mikpritësit është krim i rëndë dhe turp i madh që lahet vetëm me hakmarrjen e gjakut. Pra, ky ishte kreu i pestë ku pa mikun dhe mikpritjen, siç që në nenën e parë të kreut të pestë ku miku është risku i shtëpisë, por këtë dua të rrëfej edhe diçka. Rrëfente babai im dikura. Kishte qenë dikur një mik dhe kishte vajtur në një fshat. Aty gjendeshin dy shtëpi. Njëri ishte më pasaniku i fshatit, ndërsa njëri ishte i varfër dhe nuk ishte as të hante. Si fillim, miku që vjen që ishte siç flitet një njeri i shenjtë, një hëzër, dhe ai donte që të provonte shpirtin atyre njerëzve, shkon si fillim tek pasaniku dhe i troket derës dhe i thot: "Oj zoti i shtëpisë, a më mban sonte për mik?" Por ishte një njeri me misafiri, pra miku ishte një person me rroba të vjetra, i pisë. Dhe i zoti i shtëpisë, ky pasaniku i madh, pasi kishte përpara një turr me grur, e merr turrën e grurit dhe e hedh në tavan, në hatlla, dhe e fsheh atë. Se thot mos na haj miku që ka ardhur gruri. Por ky ishte një njeri i shenjtë dhe e shikon veprimin e tij. Dhe atij i lan pra jo bereqetin. Dhe të nesërmen ikën. Të nesërmen mbrëma shkon tek shtëpia tjetër, që ishte një shumë i varfër dhe nuk ishte as bukë që të hante. Dhe kërkon që ta strehoj, thot jam një mik që vjen nga rruga i largët, a më mban sonte për misafir. Dhe këto ishin një familje shumë e varfër, një burrë në grua, që kishte më se kush e di sa vite që nuk kishin ngrënë. Mish. Dhe i zoti i shtëpisë e thirr të zonin atë në dhomë fshehura dhe i thot: "O zonja, zoti na nderoj sonte, na dërgoi një misafir dhe kemi vetëm një pulë që i hajmë vezën. Ata therin sonte këtë pulë për hir të mikut, sepse nuk na vjen dikur tjetër më misafir dhe ky është një nder i madh për ne." Dhe ato e therin pulën e vetme që kishin dhe ja vënë mikut përpara. Ndërsa miku që ishte njëri i shenjtë e kupton edhe e shikon zemrën e tyre dhe i lën bereqetin. Kalojnë disa vite, 20-30 vite. Ndërsa ky që ishte fukara që kishte thërur pulën e vetme që nuk kishte të hante asgjë tjetër më, fillon edhe pasurohet dhe begatohet me pasuri dhe bëhet shumë pasanik. Ndërsa ai pasaniku i cili e kishte fshehur atë tufën e grurit, ai varfërohet dhe i bëhet në atë gjendje sa mjodhemse dhe Zotit. Pas disa viteve, vjen përsëri ky njeri i shenjtë dhe i viziton përsëri këtë familje. Dhe shkon tek ky që ishte dikur pasanik dhe ishte bërë i varfër dhe i kërkon që ta mikpres. Nga që kishte qenë i pasur dhe ishte bërë fukara, dhe nga që kishte rënë nga gjendje pasanike, as kërkush nuk i shkon në shtëpi këtij. Dhe gëzohet ky mik, që thotë që mbas kaq vitesh më erë një misafir. Dhe mundohet të bëjë gjithçka që t'ia vej përpara dhe ta respektojë mikun e ardhur. Dhe e shikon njeriu i shenjtë që ky njeri tani ishte kthyer në shenjë njerëzore, pra kishte zemër dhe shpirt njeriu, nuk po i dhimbse buka, dhe i thot që shkoj me atë tufën e grurit që ke në tavan, sepse ai është kismeti im, se unë kam ardhur para 30 vitesh këtij. Dhe atë natë ti e ke fsheh këtë turr gruri. Unë kisha kismetin tim aty, po të haj unë kismetin tim, ti do të ishe edhe më pasanik se ishe, por ti më more kismetin nga goja, se unë do haja nga i grur. Prandaj ti sot je bërë fukara. Dhe ai e shikon, thot si ka mundësi që të rri turra e grurit 30 vite pa u prishur.
por ishte një turr gruri që ishte në mbrojtjen e njeriu të shenjtë. Dhe pasi e merr atë turrën e grurit, e bluan brurin, e bën atë bukën me grur, atë e zien grurin dhe ja vën përpara mikut, këtij vjen bereqeti. Dhe shkon tek ai që ka qenë dikur fukara edhe tani ishte pasanik. Por i shkon në një mënyrë të tillë në natën tjetër, saqë trupi i tij ishte plot plag dhe i qelbëzuar, pra që të neveriti kur të shikonte. Dhe këto nga që kanë qenë fukaraj dhe ishin bërë pasanik, tani po i provon zemrën këtyre. Dhe i troket në derë. Dhe kur i troket në derë, i thot: "Oj zoti shtëpisë, shikoj që jeni shumë në gjendje të mirë, edhe unë jam i pistë, jam i sëmurë, jam me drezga në trup dhe nuk futem dot brenda në shtëpinë tuaj, apo ma leloni në kacolle të qenit ose të pulva që të flej diku son, se më zuri nata në rrugë dhe dua të jemi mbrojtur." Por i zoti shtëpisa i thot: "Jo, ti do të futesh brenda si jemi mysafir i Zotit." Edhe e marrin brenda, i mbushin vaskën me ujë të nxehtë edhe thon: "Hajde të lahesh" dhe i lyn trupin me merhem. Dhe ky e shikon që këto njerëz që dikur ishin shumë fakaraj dhe ishin bërë pasanik, por e kishin atë zemrën, atë mikpritjen, atë bujarin, atë shpirtin e njeriu të bekuar nga Zoti, dhe i thotë që unë kam qenë para 30 vitesh, më keni therr pulën e vetme dhe unë ju kam lënë bekimin e bereqetit dhe të pasurisë, sepse ju kishit zemër njeriu dhe akoma vazhdoni të jeni me atë zemër dhe atë mikpritje dhe atë bujari, prandaj ju loj përsëri begatin dhe bereqetin. Pra, mbani zemrën e hapur. Mos të dhimbse asgjë për mikun, sepse miku vjen me 10 kismete, një e han, 9 i lan. Mirupafshim në kapitullin e 6 ku do të shohim njësitë tokësore vendore. Mirupafshim në kapitullin e 6. Ju lutem me përkrahjen duke shpërndarë videot e mia. Faleminderit.